A kishe me fjet me djalë Axhet? Po. Se me një krishter. Me djalë Axhet kishe me fjet? Po, mëra... A kishe me fjet me djalë Axh? Po, a pikshoni more ju qoftë? A kishe me fjet me djalë Axh? Çka shkruan? Motër, a the kishe me fjet me djalë Axhet? Una? Po. Se me ty. Se me ty. A kishe me fjet me djalë Axhet? Po. Se me një krishter. Me djalë Axhet kishe me fjet? Po, mëra... Kishe me ba marrëdhënie me djalë Axhet, me vlla. O zotni, po jo, me krejt keni bro, se hale jeni gjallë njerëz. Hale, po... Kishe me ba marrëdhënie me djalë Axhet? Po. Apo do me po? Alhamdulillah. Jo, veç kafeja e muslimanve mos prek, zotni, mos prek se s'di sen vallaj. Nuk din kur gja. Ti po munohesh mi ba krishter të lumt, një e kthejeve halal të koft. E kthejeve një bravo të koft. Jo, se më kesh bashkë të ndëgju. Bravo të koft, jo që shto ka një e kthe. Saj, shqyqër zoti që ka që si njerë si ti, analfabeta dhe kthejen. Po te Kurani mos prek. Mos prek. Ate, e pranove vetë zotni që zgudzo mi bo Kuranit, kur gjo ti? Kur gjo? Ajo Biblen e ndroni gjdo vetë. Na Kuranin se ndrojme. Okej? Natën e mirë, kalofsh mirë. Veç... Falja djali Axh. A dini çka kjo more, vllazën e motra? Një temën. Me tha kish me ba marrëdhënie me djalin e Axhes. Pa jo vlla. E liten mosh me djalë Axhet. Menoni vllazën. Me kja kjo motër, ty ba marrëdhënie me djalin e Axhes, e futet gjyshja. A dini, vajza e Axhes e djali i Axhs kanë një gjyshe. Një gjyshe. E futet gjyshja e gjyshin lom, e thone grahjani, bravo qoftë, ku degenerim. Po kjo ki më u plas zemra, ata çka janë shqiptar s'paktit. Një gjyshe. Me pa gjyshje eme ka bën ju marrëdhënie me vajzën e Axhs. Ai kimi ju duk si me pa motrën e vllan ka bën marrëdhënie. A kuptoni vllazën ju? Për ata unë foli për degenerimin e islamit. Unë flijoj jetën teme, për kombin tem, për njerëzit tem, që me i dzirë nga ty këtër e me i prunë të drita e Jezu Krishtit.